Dita e sotme, premte 7 gusht, në Maqedoni solli mot shumë të nxehtë në të gjithë vendin me paraqitje të vranësirave të moderuara. Gjatë pasdites, lokalisht veçanërisht në zonat malore të vendit pati zhvillim të vranësirave jo stabile të shoqëruara me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të përforcuar. Është regjistruar edhe dukuri e rrallë e breshrit si dhe procese atmosferike më intenzive veçanërisht në zonat malore të Maqedonisë. Pasditesh me temperatura të larta dhe vapë përvluese, shiu solli freskim në Tetov. Rreshtet e pasdites u pritën me kënaqësi nga qytetarët, të cilët e mirëpritën këtë ndryshim të motit pas një periudhe të gjatë nxehtësie. Shiu jo vetëm që uli temperaturat dhe freskoi qytetin, por për shumë banor erdhi edhe si një lehtësim në ritmin e përditshëm, duke sjellë më shumë qetësi dhe një frymëmarrje pas ditëve të nxehta të verës. Për bujqit dhe tokën, këto rreshje konsiderohen të mirëseardhura, pasi shiu në këtë periudhë vjen si një ndihmë e rëndësishme për kulturat bujqësore dhe për natyrën. Pas vapës së madhe, Tetova sot u zgjua me një atmosferë më të freskët, ndërsa qytetarët shpresojnë që rreshtet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Meteorologët thonë se kjo valë e vapës afrikane, sipas të gjitha gjasjeve, do të mbetet së paku deri më 15 gusht, kurse nuk ka paralajmërime për freskim më të ndjeshëm të motit, që do të thotë se për momentin vendi ynë gjendet në pjesën më të nxehtë të verës.